Për të parë podcastin Rënon Ndryshe, mjafton të bëni subscribe në kanalin tim Enginasto në YouTube. Ky podcast mundsohet nga Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, Shtëpia e Lodreve, Blue Taxi, Dulo Dent Clinic, Eye Hospital Tirana, Enor Technologies, Euralp, Slow Dentistry Albanian Clinic dhe Mpadrama. In the system. We are anomalies in the system. Miqtë të podcastit, përshëndetje, e kemi në takimin tonë të radhës në Rënon Ndryshe me një nga personazhet mediatik për mua, një zë dhe një figurë shumë e rëndësishme edhe në nivel personal, por edhe në nivel profesional. Kam kënaqësinë të kem sot profesoresh Nora Malen. Përshëndetje. Faleminderit Engji që më fton në një nga podcastet më të ndjera që nuk janë për klikim, po që janë për të trajtuar disa probleme me empati, me dashuri, dhe jam shumë e lumtur që Universiteti Mesdhetar është kthyer në kryefjalën e zgjidhjes së disa problemeve që do të trajtojmë sot, duke kuptuar që pikërisht universitetet janë qendrat e dhënies së mendimit, marrjes së modelit dhe krijimit të zgjidhjeve për ta bërë shoqërinë të sigurt, të garantuar dhe për t'i dhënë çdo individi shansin e barabartë në mënyrë që të formojë ndjen dhe të përballojnë jetën. E vërtet, profesoresh Nora, në fakt arsye për cilën unë kam zgjedhur jo vetëm që ju e përfaqësoni denjësisht këtë institucion arsimor Universiteti Mesdhetar, që unë gjej rastin ta falenderoj rishtezi për të gjithë mbështetjen që na ka dhënë në realizimin e këtij podcasti për personat me aftësi të kufizuar, por njëkohësisht unë gjithmonë kam bindjen e plot se nëse në përditshmërinë tonë zgjedhim të lëndojmë njerëz, ne nuk zgjedhim të marrim më të mirën e tyre, po më të keqen e tyre. Dhe unë ju kam spikatur gjithmonë në çdo herë që unë ju dëgjoj në daljet tuaja publike, keni një kujdes shumë të veçantë për fjalën publike. Dini gjithmonë si të qaseni, dini si të krijoni empati, dhe në të gjithë historikun tuaj, në karrierën tuaj, edhe si akademike, edhe si profesioniste, si ish zëvendës ministre e arsimit, njëkohësisht e shikoj që keni qenë shumë e angazhuar në çështjet e aftësisë së kufizuar. Ka një motiv të brendshëm, ka ndonjë eksperiencë të kaluarën, diçka që lidhet me historinë tuaj, gjithë ky angazhim që ju keni ndaj kësaj kategorie në gjithë këto vite? Në fakt, personalisht nuk kam patur, për fatin e mirë apo të keq, nuk e di si ta them, njerëz me këto problematika, por në të gjithë rritjen time si një njeri me shumë empati, kam ndjerë që shumë e rëndësishme që tjetrin duhet ta shohësh me sytë e tij dhe jo me sytë e tu. Këtë e kam ndjerë kur për herë të parë u përballa me nxënës që kishin këtë lloj aftësie, po që ishte shumë e vështirë të pranoheshin nga komuniteti. Ishte koha kur arsimi nuk ishte gjithëpërfshirës, po ishte i ndarë në bazë të fëmijëve që kishin aftësi të veçanta dhe quheshin shkolla speciale. Po flasim për periudhën 2002 e mëtej, pra vite më përpara, shumë vite më përpara, pra që nga 1990 caja e deri në 2009, dhe pjesa tjetër që u mendua që kjo ndarja krijonte një lloj segregimi, dhe teksa tentonin të hynin në shkollat publike apo të bëheshin pjesë e të gjithë komunitetit, ndjeja që komuniteti kishte një lloj frike për t'i integruar si rezultat i padijes dhe mosmarrjes së plotë të këtij informacioni. Nga ana tjetër, po të shikoje, kisha tendencën që kësaj kategorie jepnin disa profesione, siç ishte profesioni i ekonomistit ose profesione të tjera, të cilat ishin identifikuar me këtë lloj kategorie, dhe gjithmonë bëja një pyetje me vete, po si ka mundësi që ne mund t'i ndajmë njerëzit në njerëz me aftësi të përgjithshme dhe njerëz me aftësi ndryshe ose të kufizuar. Ndërkohë që jeta mund të përballej që mund të ndodhi një aksident dhe ti nga një njeri me aftësinë e plot mund të kthesh me aftësi ndryshe. Teksa studioja në kuadër të studimeve pastaj më të thelluara që ishin në master në të drejtën e barazisë gjinore apo në të drejtën e njerëzve për marrjen e shërbimeve të tyre, mu hapën disa dritare, ndoshta pata fatin që kam punuar edhe me disa specialistë të kësaj fushë që vinin nga Italia
dhe disa pedagogë shumë të mirë. Kanë qenë modelet tuaja le të themi udhëfyese në gjithë këtë pikërisht dhe kuptova që jeta e përditshme e njerëzve me të cilët prindrit të tyre vuanin apo fëmijët ishin të pa orientuar apo jeta sociale e cila bëhej e vështirë për arsye se nuk kishin lehtësime për t'i realizuar, jo rampin, jo rrugën, jo shkopin, jo të gjitha këto, më ndërgjegjësuan që unë duhet të bësha një nga njerëzit që të mbrojja këtë kaos. Gjithmonë kam qenë për të mbrojtur të drejtën e njeriut dhe e drejta e njeriut i kam parë të gjitha shtresat dhe këtë stres e kam parë si stres marginalizuese në kuptim të drejtave. Pra, për mua fjala mbrojtje njerëzore nuk i ndan kategoritë e stresave, po fush të gjitha stresat që kanë zërin më minor për t'ju dhënë këtë vlerë maksimale. Kur vendosa të merja disa detyra të rëndësishme pastaj, që lidheshin që kryetari i shanseve të barabarta ke komiteti i shanseve të barabarta, komiteti i shanseve të barabarta do të thojë që të shikoje nëna të cilat ishin me aftësi ndryshe dhe rrisnin fëmijë shumë të mirë. Atëherë kuptova që duhet bënim sa politika tjera. U hapon sy duke lexuar dhe materiale të ndryshme dhe në fund të ditës unë kuptova që qenia njerëzore duhet t'i japi shansin dhe të drejtën çdo kujt ku fillon e drejta jote dhe mbaron e drejta tjetër. Liria e tjetrit praktikisht. Po ti referohemi sociologu Durkheim thotë që shoqëritë në përgjithësi në gjithë botën kanë patur historikun e tyre të tranzicionit, pra kalimin nga një shoqëri të tipologjisë ushtarake në një shoqëri më të liberalizuar, nga një shoqëri në të cilën disa institucione kanë qenë të centralizuar, ka qenë një disiplinë sociale unifikuar, në një shoqëri ku secili lirisht zgjedh disiplinën e tij për ta zbatuar. Në gjithë këtë kalvar të gjatë historik, unë do doja shumë të rikthehemi pas në kohë, pra në një regjim totalitar, në cilën ju e keni prekur dhe keni jetuar. Si kanë qenë mekanizmat arsimor për personat me aftësi të kufizuar? Kanë pasur më shumë vëmendje në ato kohë, profesorish Nora? Çuditërisht atëherë nuk ndaheshin në persona me aftësi të kufizuar dhe në persona që nuk kanë aftësi të kufizuar. Nuk mund ti të paragjykoje dikë dhe luftoj fort që të mos kishe paragjykim, madje të mos kishte as etiketim. Dhe në atë kohë kishte disa shkolla që u trashëguan që quhej shkollat e specializuara. Por u pa me një tendencë sepse kishte modele të ardhura nga pedagogjia ruse, që ishin modelet e Makarenkos, të cilët tregonin se si mund t'i integroje këtë kategori dhe prandaj u krijuan edhe disa profesionist, u krijuan disa fusha edukimi, u krijuan edhe disa fusha formimi. Pra kësaj kategorie ju dha një kurrikull e mirë studiuar, se kemi patur profesor shumë të mirë, që nga profesor Bedri Dedja, Kolxhumari, njerëz me emra në fusha të ndryshme, të cilët studiuan modelet dhe morën disa nga metodat e trashëguara sipas modelit të regjimit. Duhet kuptojmë që në atë kohë ishte sistemi i planifikim organizimit, që do të thoshte asnjëri nuk mund të rinte pa shkollë, asnjëri nuk mund të rinte pa punë, asnjëri nuk mund të ishte thjesht një parazit që të qëndronte si pritës, dhe fjalën parazit e kishim shumë në ligjërimin ton të përditshëm, dhe për të gjithë këta u ndërtuan nga institutet e studimeve pedagogjike dhe psikologjike dhe nga institutet e formimit modele të cilat i atashoheshin kësaj kategorie, që ata të mos ndjeheshin të diskriminuar. Këtë e lexoj sot unë, atëre nuk kuptohej. Pra terma të tillë autizmi, sindroma Down ishin terma të panjohura në ato vite. Ishin të panjohura dhe nga ana tjetër duhet të themi ashtu siç bëhej për riedukimin e fëmijëve që kishin probleme në sjellje dhe ishin shkollat e riedukimit, ato që ne tashmë në ligj duam ta ringrëm për gjithë kategoritë atyre fëmijëve të cilët janë në riskun e gabimit, por kur gabojnë mund të jetë atyre t'ju shkojë shumë e keqe dhe mund të kenë problematika shumë të mëdha ku futen edhe kategoria e të rinjve me aftësi ndryshe. Edhe kjo kategori përdorej me shumë kujdes që popullata të mos bëhej një popullat paragjykuese. Pra,
kishte një edukim gjithëpërfshirës, po pa ndaluar në element të veçantë. Dhe ne nuk e ndjenim këtë gjë. Dhe kur e shikonim, tendenca ishte që nëse ti shikoj një njeri që është invalid, kështu quhej atëherë, nuk quhej me aftësi ndryshe, po quhej invalid, ti duhet ta ndihmoje ke autobusi, ti duhet ta ndihmoje ke rruga, ti duhet ta ndihmoje. Pra ishte edukimi i popullatës që të moshuarit, që gratë shtatzan, që fëmijët e vegjël, që grupet që janë invalid të ndryshëm, të formave të ndryshme, shoqëria duhet të ishte shumë e hapur dhe shumë ndihmuese dhe empatike. Pa kaluar në termat që kemi sot, të cilat më pas, në vitet 90 u kuptua që njerëzit nga padia fillohan të bulizojnë dhe t'i kthejnë këto terma në terma bulizuese, të cilat kjo kategori e këtyre njerëzve u gjendën të pambështetur, u gjendën të pamotivuar dhe në një moment caktuar përjetuan atë që quhet drama personale dhe familjare e situatës dhe kaloi e gjithë ngjarja e tyre, nuk kalojnë më në zgjidhje problemi, po në mëshirë. Sa gjunaf. Wow, sa keq. Dhe ndërkohë traumat e para i psuan prindërit. Traumat e dyta i psuan fëmijët, ndërkohë që nuk bëj fjalë atëherë, nëse ti do kishe këtë, bëj ca politika të tjera, sepse është gjithmonë kjo planifikimi sipas teorisë që edhe të një lloj propagande që bëhet ç'thot populli bën partia, çdo partia bën populli, pra kishte një lloj lidhje që në politikat që hartoheshin, nuk ishte shans një fëmijë me aftësi ndryshe të mos ishe i arsimuar. Pra punohej, bëj e gjithë puna, jo në parashkollor, jo në parauniversitar, pra jo në shkollë të mesme, bëj që në çerdhe, ke çerdhja. Ke çerdhja kishte 2 mjek, pediatër, kishte tetat që ndihmonin që ishin infermiere, kishte tetat që ndihmonin që nuk ishin për lokopedi ose nuk quhej lokopediste, por që ishin nga fusha e mjekësisë dhe merreshin me zhvillimin e fëmijës në mënyrë specialist zhvillimor të fëmijës. Bravo, sepse sot ka ndryshuar dhe evoluar temat, të cilat u munduan që kjo kategori njerëzish të mos dallonte si e ndryshme, po të quhej njëjtë me karakteristik të veçantë që i quaj invalide, pra fëmijë që i mbanin syze, fëmijë që nuk dëgjonin, po që në momentin e parë, derisa të mos shkonte ke shurdhimi, fëmia kontrollohej që kur lindte dhe kontrolli ishte i detyruar dhe vinin ke shtëpia dhe kontrolli nuk bëj me para. Dhe profesionistët mbanin statistika dhe mbi bazën e tyre bënin kërkime dhe nxirrnin konkluzione dhe kërkonin pastaj se çfarë duhej për këtë kategori. Po të lexosh dhe të shikosh këto mbledhjet e Komitetit Qendror që dalin tani si rillsa, ku njerëzit sigurisht qeshin se ju duket si një situatë ndryshe, është pa jetuar. Në mënyrën se si, unë do thoja këtë, sigurisht ajo ka pas shumë probleme, por në menaxhimin se si bëhej dhe në buxhetet e shtetit, ju e dini shumë mirë që mësuesi ishte personi më i vlerësuar, mjeku ishte personi më i vlerësuar, ushtaraku ishte personi më i vlerësuar dhe më i paguar, sepse buxhetet shkonin që kjo kategori humane të riste dhe të ishte e aftë të përballonte sfidat e jetës. Dhe në një mënyrë apo në një tjetër, menaxhimi ishte për individ me kosto të dedikuar dhe në fund, kur bëhej bilançi i qeverisë, nëse një nga X ministrit nuk e kishte realizuar apo një nga institucionet, aty nuk kishte më falje. Ky ishte pasaj sistemi se sa dhe si neve e kuptonim këtë gjë, por një gjë ishte e sigurt, popullata nuk ishte bulizuese dhe nuk ishte diskriminuese. Ishte një popullat që ti nuk thoje, wow, ky qorri nuk pranohej, ky shurdhi nuk pranohej, thuaj ky invalidi, nuk mund të thuaj ky jevgu, nuk pranohej. Apo ky romi. Ishin me konotacion negativ. Pastaj, njerëzit në një formë apo në një tjetër shfaqen individualitetet e tyre, të cilat mbas 90-s u bë si kutia Pandorës. U hapën të gjithë problemet e fshehura, për arsye se jo të gjithë ishin të edukuar, se jo të gjithë e kultonin këtë gjë, se jo të gjithë kishin arritur të merrnin
formimin e dedikuar dhe njeriu është një qenie egoiste që shikon nga vetja dhe nuk shoh ke tjetri. Dhe kur përballet me tjetrin thotë, "Ua, sa mirë jam vetë, se unë nuk jam kështu", dhe papritur fillon ta përçmoj. Në momentin kur lind përçmimi, në atë moment lind paragjykimi, lind mosnjohja e problemit dhe pastaj fillon kalvari i mundimeve të njerëzve që e kanë këtë problem. E qartë. Në 33 vite demokraci, për pjesën e arsimit special, sepse unë besoj që është tema kryesore në cilën neve duhet të ndalemi sot për të trajtuar bashkërisht. Një proverb kineze thuhet që duhet të hecësh ngadalë, por kush ecën ngadalë arrin larg në një destinacion ku duhet të mbërrim me një pikë synim të qartë. Në këto 33 vite demokraci, profesorish Nora, në ç'pikë është arsimi special sot? Në fakt nuk kemi 33, po kemi 35. Se kemi filluar që nga 90-ta ndryshimi, pra tendenca për ndryshimi, dhe në 35 vjet është gati një çerek shekulli. Dhe në një çerek shekulli kemi bërë disa gjëra të mira, kemi shumë për të bërë ca gjëra të tjera. Meqense kemi ecur ngadalë, në 2009 në fillim të gjithë ishim të përballur me situatën mbas 90-s të këtyre shkollave që ishin speciale dhe të formimit special të dedikuar të këtyre fëmijëve. Më pas, më kujtohet në 2002 që nuk futën disa projekte që lidheshin me ndërtimin e modeleve të mësuesve se si duhet, sepse kaloi ai brezi i vjetër, brezi që kishte marrë këto modele. Ne na kapi ajo që quhet gjendja e amokut, edhe gjërat e mira që ne i trashëguam, i quajtëm të gjitha të këqija. Se ne jemi popull ekstremist, kalojmë nga ekstremi në ekstrem. Ne o të duam, o të urrejmë. Po, ne tham, kjo tavolina nuk bën dhe prishëm tornot e reja që ishin sot. Nuk duhet këtë formë rumbullake, duhet këtë formë tjetër. Hajde japim formën nga e para. Fiks, dhe duke prishur çdo gjë, menduam që dhe tavolina ishte infektuar me ideologjinë e kohës, edhe karishtja ishte infektuar, ndërkohë që të gjithë infrastrukturën që kishim ndërtuar, po të dinim ta transformonim, ne sot do ishim shumë herë më përpara. Nga ana tjetër, kapitalin human e kishim me disa bindje klishe, që do të thotë, kishim bërë shkollë të fortë, por edhe shkollë shumë të politizuar. Dhe si e tillë duhet të hikte politika dhe brezi im duhet të bënte kartarsis me vete që të pranoje edhe kohën kur ishe edukuar dhe kohën kur të do jepje kontribut. E parë në këtë qasje, kjo kategori ishte ende kategoria e fshehur. Nuk ishte dal fort, nuk ishte bërë trendi siç është bërë tani kohës për arsye të gjithë llojeve të sëmundjeve që atëherë nuk njiheshin. Pra sëmundjet mentale ishin të fsheta dhe ti nuk mund të thoje që ky është që ky ka këtë problem, që ky mund të jetë me një aftësi ndryshe, që këty ishin thjesht vetëm ato që ti i shikoje në raportin fizik dhe e identifikoje. Pra ti identifikoje në heshtje. Në heshtje, por ti nuk merre guxim për ta thënë. Dhe duke qenë se ky lloj problemi vinte me pak vonesë, edhe ndryshimi vjen me shumë vonesë. Për arsye se së pari, kur ti të bësh ndryshimin e një problemi, duhet ta kuptosh, është problem apo s'është problem. E dyta, duhet të kesh një database të qartë të popullatës tënde, se prandaj thuhet mjekësia dhe shkolla, pra edukimi dhe shëndeti janë shumë të lidhura me njëra tjetrën. Nuk fillon konstatimi kur fëmia vjen në jetë. Konstatimi fillon që në barkun e nënës se çfarë do ndodhi me zhvillimin e këtij fëmie. Sot jemi në një evolucion të jashtëzakonshëm të teknologjisë të identifikon probleme të trashëguara që në gjenezë. Atëherë nuk kishte probleme, kishte disa problematika që shfaqesin nëse ty të kapte një sëmundje apo një tjetër dhe ato reflektonin në bazë të kërkimit shkencor dhe ti e dije që disa sëmundje nuk mund ta vazhdohesh tatzanin dhe lejohej abortimi, po ju e dini shumë mirë që ne nuk e lejonim abortimin për këto raste dhe nuk e njihnim si problem. Më pas, kur u hap problemi dhe dolën problemet sheshit, pra në tavolinë, se u hap kutia e Pandorës, atëre njerëzit ngritën duart sepse ishin të papërballueshëm dhe vendosën. Bravo, dhe vendosën që këto qendra speciale ti orientonin më shumë. Po ç'a ndodhi? Ndodhi kjo. Ndodhi ajo që quhet në gjuhën ndërkombëtare ose ligjore segregacion, segregim, ndarje. Njerëzit u ndan me aftësi ndryshe dhe
në një qenie që nuk e kanë këtë problem. Ndarja bëri që të njerëzit të impaktohen në forma të ndryshme. Dhe po shikoj që kur fëmijët e një problemi, për shembull spektrit autik, të situatës Down, të fëmijëve të verbër, fëmijëve që nuk dëgjojnë, u mblodhën bashkë në bazë të këtyre qendrave që ishin qendra specifike dhe ku mësuesët që jepnin ishin mësues të dedikuar, se kishin bërë disa nga modelit Brian, modele të tjera për të orientuar, u pa që fëmia ndonë se rinte atje 6 apo 8 orë, ai nuk arrinte dot që të integrohej në shoqëri. Atëherë në 2009 u vendos edhe mbas rekomandimeve të BE-s që të ndërtohej një ligj gjithëpërfshirës. Dhe më kujtohet atëherë kur kemi punuar në vitin 2009, më rastisi që unë isha edhe zëvendësministre, me profesor Tafajn dhe ja dedikoj atij gjithë këtë vlerësim, punuam shumë fort me Parlamentin Shqiptar dhe me Artusit, të bënim një ligj të mirë që të zbatohet. Po ligji mirë që të zbatohet do të thotë që shkollat duhet të ktheheshin në qendra ku fëmijët të fillonin, kjo kategori fëmijësh të bëheshin pjesë e komunitetit. Se stigma ose paragjykimi fillon jo ke shkolla, po fillon që ke shtëpia. Vazhdon ke komuniteti. Në vërtet, formacioni i parë social i individit është familja. Bravo. Këtë duhet ta theksojmë sepse zakonisht prindrit e familjet dhe çfarë kam kuptuar në gjithë këto vite, shigjetojnë mësuesin dhe shkollën, por harrojnë veten. Jo, nuk është mësuesi dhe shkolla. E para është familja, se çfarë ndodh. Në momentin e parë kur ti diagnostikon këtë situatë, trauma më e madhe e pësojnë prindrit. Dhe prindrit janë të tillë që reagojnë në forma nga më të ndryshme se nuk janë përgatitur për këtë lloj prindërimi. Duke qenë se nuk janë të përgatitur as për prindërim, se prindërimin nuk e bëjmë në universitet, nuk marrim diplom, deri më tash, nuk janë përgatitur as për shërbime prindërimi, që ka momenti dhe është një nga alarmet më të mëdha që ne duhet t'i ngrëmë, dhe besoj që e para e kanë qendrat universitare dhe ne po mendojmë që të ndërtojmë kurse prindërimin dhe për këtë kategori fëmijësh, edhe për këtë kategori prindrish, por edhe për të gjithë kategoritë e prindërve që të mësojnë si të prindërojnë bukur dhe mirë në kushtet aktuale ku jemi. Prindërit dramën e tyre e krijojnë në raportin me njëri tjetrin. Ka pas shumë raste që kur është konstatuar kjo situatë, prindërit janë ndarë, sepse njëri nga prindërit nuk i ka përballuar dot ngarkesën për ta ndihmuar partnerin tjetër. Dhe nuk e ka kuptuar dot se si mund ta menaxhojë jetën e tij, sepse jeta e tij është dukur që nga ky moment ai do futet në vargonjt e dhimbjes që shkakton kjo situatë që është e panjohur. Ndërkohë ai fëmijë kur lind është po si ne, po ka hapur ca çakra të tjera të trurit. Pra nëse ne njerëzit normal kemi të hapur ajo të gjitha çakrat, pra jo të gjithë ato dhoma tona të menduarit, ai ndryshe nga ne kur ish zgjedhur që të vinë në këtë jetë, nga konceptimi i të dy këtyre prindërve, prandaj përgjegjësia është e të dy prindërve, dhe prandaj është shumë i rëndësishëm akti konceptimit. Prandaj është shumë e rëndësishme dëshira se si do dhe e kërkon fëmijën që do vinë në jetë, nëse ti e koncepton në momentet më të gëzuara të jetës tënde dhe nuk e bën si detyrë, fëmia vjen me të gjithë energjinë që ti ke reaguar. Në aspektin shpirtëror edhe etërit, këtë kanë trumpetuar gjithmonë. Zgjidhni momentin më sublim në të cilën bëhet ngjizja e fëmijës, se nga aty lind. Dhe unë këtë dua ta jap jo vetëm si këshill, po në të gjithë eksperiencën time prej 40 viteve në fushën e psikologjisë, pedagogjisë dhe mësimdhënies dhe edukimit, se edhe në pozicione të tjera kur kam qenë si jam dar asnjëherë, kam kuptuar që fëmijët e lumtur linden ata që konceptohen bukur. Jo si detyrë se na i kërkon nëna, fisi, gjyshja, shoqëria, etj. Jo si detyrim, se në fakt që në njerëzor vetëm këtë detyrim ka human. Të bëj racën njerëzore, sepse prodhimi i fëmijës është kopje origjinale, nuk ka kopje të dytë. Jo mekanizmi se si e bëm, po prodhimi është origjinal, nuk kemi një të dytë me njëri tjetrin. Dhe kjo është kryevepra e njerëzimit. Dhe kur prindrit sjellin një fëmijë, ata quhen njerëzit që prodhojnë kryeveprën e njerëzimit që është njeriu.
Është prodhimi më unik dhe është prodhimi më ideal dhe është prodhimi më jashtëzakonshëm që mund të bëjë njeriu. E që ta prodhosh këtë bukur në momentin kur ti përballesh me një fëmijë që është ndryshe, po që ai është prap kryevepër, duhet që prindrit ta pranojnë kryeveprën e tyre, se ka problem shumë me pranueshmërinë. Por ata kanë problem se nuk e hapin dot çakrat. Dhe shpeshherë ju duket si e pamundur. Dhe gjithmonë më kanë motivuar shkrimet e profesor Tupes për gjithë historinë që ka treguar, apo të gjithë ngjarjet e pjesës së autizmit, kur un kam parë mrekullira që sot prindrit edhe disa nga organizata të ndryshme që merren me këtë gjë e kanë kthyer në kauzë jo fitjetëprurse, po në kauzën e njerëzve filantrop që mendojnë që duhet të ndihmojmë këta prindrit që nuk i shohin dot fëmijët me këto çakra që t'ia u hapim dhe atyre këtë gjë. Prandaj sfida universitare është si të ndihmojmë dhe të studiojmë që t'i orientojmë sjelljet e prindërve në ndihmë të fëmijëve në mënyrë që t'i bëjmë fëmijët të aftë, jo të varësuar ke prindrit, po t'i përgatisim që nesër kur prindrit të mos jenë, ata të din ta menaxhojnë atë spektër që e kanë shumë ndryshe nga njerëzit e tjerë. Unë të falenderoj që preke këtë detaj kaq të rëndësishëm të gjithë diskutimin ton konstruktiv, por dua të ndalemi pak dhe tek pjesa mësuesisë, sepse unë jam ndjer vërtet shumë e lumtur që më në fund në një universitet kaq të lartësuar në gjithë sistemin arsimor siç është Universiteti Mesdhetar, ju keni qenë një nga kontributorët kryesor në hartimin e kurrikulës mësimore dhe të një programi të ri studimor mësuesi për arsimin special, apo jo? Po. Si lindi kjo ide, profesor Shnora? E thash rëndësinë e familjes, tani do kthehem ke shkolla. Në 2009, kur u vendos të krijohet ky ligj i arsimit para universitar, për herë të parë në Parlamentin Shqiptar votuan të 140 deputetët asaj kohe. Dhe vendosën që këtë direktiv të BE-s të zbatonim si një nevojë të domosdoshme të fëmijëve. Deri këtu ishte për të duar trokitur. Tani erdhi momenti i implementimit, që është momenti më i vështirë. E para duhet të përshtasnim programet. E dyta duhet të përshtasnim kurrikulat. E treta duhet të përgatisim mësues dhe e katërta u fut një koncept i ri, mësuesi ndihmës. Që ishte koncept që nuk kishte deri më tash. Mund të ndalemi pak tek roli kryesor i mësuesit ndihmës, profesor Shnora? Po. Kur u futën të gjithë këto element, tani këto shkollat speciale do të ndryshonin statusin, por i duhej një kohë. Dhe aktualisht jemi në momentin kur këto shkolla speciale tani kthehen në bazë të ligjit dhe ndryshimeve ligjore që është bërë arsimit para universitar dhe arsimit special që ishte atëherë në qendra burimore. Çdo të thotë kjo? Do të thotë që fëmijët atje shkojnë për të kaluar pjesën pas procesit mësimor, për të socializuar me detyrat, për të krijuar aftësira të tjera që procesi mësimor ja realizon deri në mënyrën e socializimit me fëmijët e tjerë dhe pjesës tjetër, por nuk e bën dot 100% sepse ka dhe fëmijë të tjerë. U mendua që të krijohej kjo, duhej patjetër të ndërtonim këto mekanizma. Dhe mësuesi ndihmës ishte figura që unë e kam patur më me përzëmër dhe që kam marrë në atë kohë kur isha zëvendësministre dhe shumë goditje nga prindrit, sepse prindrit ashtu siç u fut roli i psikologut dhe punonjësit social, që edhe ky luan rol tek aftësia e kufizuar, ashtu duhet hynte edhe mësuesi ndihmës, por çdo gjë ishte e para duhet të ndërtoje një kurrikul që ai mësuesi të kuptonte disa nevoja, e dyta duhet i trajnoje këta mësues që ata të ktheheshin në mësues ndihmës, e treta duhet të ndërtoje një buxhet të dedikuar për këtë kategori mësuesish, dhe e katërta duhet të ndërtoje programe të reduktuar për kategorinë e fëmijëve, të cilët kur të futen në mësim të ndjekin programet bazik të fëmijëve të tjerë, por të nxisim aftësinë që ata kanë, se kanë të ndryshme aftësinë ata.
nga të gjithët ato që janë bërë gjithë të podcaste, ke Doliana, ke të gjithë Agustini, gjithë studentët e universitetit mesetar, ti ke kuptuar që ata kanë një shqis të shtatë. Pra ata, unë nuk do t'i quaj njerëzit me aftësi të kufizuar, po do t'i quaj njerëzit me shqisën e shtatë, që shofim përtej nesh. Nëse ne kemi 6 shqisa, ata kanë një gjë që ajo shqisa 6 që ne kemi është më e mjergullt, po shqisa e 7 është shumë e fuqishme, se lidhet me ndjeshmërinë, me empatinë dhe me gjërat që ne nuk i kapim dot në spektrin ton. Pra një njeri që nuk shikon dot, që i ka humbur verbimi, ai ndërton një botë imagjinare të jashtë zakonshme, dhe kjo quhet shqisa e 7, që ai e ndjen të bukurën, të kuqen, të bardhën, të zezën, ngjyrat e ylberit në një mënyrë të tillë krijon ylberin e tij të ngjyrave. Bravo. Pra është shumë kreativ në botën e vet, ndryshe nga ne të tjerët, në një farë mënyrë, po jo të kufizuar, sepse gjithmonë e kanë parë ndjeshmërinë e tyre ndaj termave. Si do të quhem unë me aftësi të kufizuar, mund të kem një nevojë të veçantë? Ju thatë shumë bukur. Ai ose ajo ka krijuar atë që quhet ylberi i ngjyrave. Unë kuptoj që kategoria e këtyre fëmijëve mund na bëjë një zhvillim tjetër të trurit përpara se nuk është vetëm ai ylberi i ngjyrave ndoshta, dhe kjo do ishte një kërkesë për të gjithë shkencëtarët e së ardhmes. Cili është ylberi i ngjyrave i qenies humane, sidomos i atyre me aftësi ndryshe? Dhe si e shohin ata ngjyrat dhe ylberin? Ndoshta do na mësonte edhe ne të tjerëve për të kuptuar se cilat janë format e ngjyrave që ndonjëherë mund të kthehen në qasje që ne nuk i kuptojmë, dhe pikërisht kjo inteligjenca artificiale mund të na ndihmojë shumë për të parë këtë gjë dhe për të zbuluar qenie njerëzore dhe për të kuptuar se sa të pafort jemi ose sa të debol jemi apo sa të brisht jemi, fjala më e drejtë, përpara qenies njerëzore. Pra qenia njerëzore është me shumë labirinthe. Dhe në kuadër të këtyre labirinthe, pse kemi ne të drejtën t'ja mbyllim hapësirat? Dhe pse kemi ne të drejtën të gjykojmë, kur në fakt kemi të drejtën të bashkëudhtojmë me ta dhe të udhëtojmë me ta? Dhe kjo ishte ideja, si të udhëtojmë së bashku për të ngritur këto mekanizma. Mësuesi ndihmës është mësuesi që ndjen, që ecën me hapin e këtij fëmije. E para duhet jetë mësuesi që mëson më mirë se kushdo empatin, që hyn në lëkurën e fëmijës, që ndjen atë drithërimën që prindrit e shohin, po duke qenë në të përditshmën e tyre nuk kanë dhe kohë, për arsye se duhet i shërbejnë 2 fëmijëve të tjerë, po duhet shkojnë të varpojnë dhe ke puna, po duhet japin, dhe ndoshta klithma, britma, apo zëri i veçantë i tyre mund të jetë i tillë që ti krijoj një qasje tjetër. Unë kam parë ke një nga fondacionet lumturon ndryshe, fëmijët 16 deri në 18 vjeç, që është mosha më e vështirë e autizmit për t'i menaxhuar, se çfarë roli kishin mësuesit ndihmës me ta. Nuk kishin forcën as të prindit. Do me thënë, ishin përtej forcës së prindit. Kishin një forcë të jashtëzakonshme dhe menaxhonin emocionin e tyre, që ti mund ta dëgjoje si klithm, u bë një aktivitet i jashtëzakonshëm ku unë atje kam thënë faleminderit Zot që kemi këtë llojshmëri njeriu, dhe faleminderit Zot që këta fëmijë na bëjnë të kuptojmë se cili është misioni jonë në jetë. Dhe faleminderit Zot që më në fund na bëjnë të kuptojnë se çdo të thotë të duash njeriu dhe jo paran. Se kam kuptuar që ata në dashurin, kur më rrethonin, ata vetëm nga zëri më njihnin, zëri, dhe thonin, kjo është Nora. Dhe kur ai vinte të rrethonte sepse i pëlqeje varsja jote, ndoshta ai shikon dhe donte ta vinte dhe ai varsen apo të reagonte në këtë format, ti thua po mirë. Unë që nga me aftësi ndryshe. Sepse ai shiko ka atë që nuk e shef njeriu normal, shpirtin e njeriut. Dhe shikon se si të regëtin zëmra ty. Shikon se si regëtin emocioni jot. Të lexon mendimin që ti ve artikulon, por
kur ti e kalon në mendje, ta garantoj Engji që mendimi është energji dhe lëviz si puna e radiogramës. Ai të lexon radiogramën e mendimit, që është mendimi i vërtet, jo mendimi fake. Prandaj jam bërë, si thuash, ambasadore kauzës. Kështu se etiketova pak më përpara, kur ishim në backstage. Se kam kuptuar. Në sytë e mi e tillë je, po dhe në sytë e shumë njerëzve patjetër që po. E meriton këtë titull. Sepse kam kuptuar shpirti im që jeta është një bekim i madh, po varet se çfarë na dhuron. Dhe nëse ti e shikon jetën si sfidante, si luftëtare për të qenë jo vetëm për veten tënde, po për të qenë edhe për kauza të njerëzve që nuk kanë fuqi për të folur, ose që besojnë ke ty, ti duhet ta vazhdosh këtë gjë, sepse çdo lloj ndryshimi mund të sjellë përmirësimin e jetës së mirë a njerëzve. Dhe ky është mësuesi ndihmës, është i bekuar dhe për këtë arsye kur folëm me departamentin, pasaj me universitetin dhe më pas me rektorantin, dhe duhet falenderoj zonjën Angjeli, profesoresh Gretën, e cila më ndihmoi në identime, i thash, ne nuk mund të realizojmë mësuesin dhe nuk mund të bëjmë këto që duam të bëjmë për të plotësuar gjithë puzzle-in e plot të programit, nëse ne këta mësues të arsimit fillor nuk do t'u japim një studim specifik, special për kategorinë e këtyre fëmijëve, që do të thotë ai është mësues gjithëpërfshirës, por merr një uri speciale për të ndihmuar kategorinë e fëmijëve duke filluar që nga sistemi parashkollor, dhe i ftoj të gjithë ata që duan dhe kanë prioritet këtë gjë, të bëjmë pjesë e këtyre studimeve, i ftoj dhe prindrit të vinë, të mësojnë se kush janë fëmijët e tyre. Ka patur regjistrime, profesoresh Nora, në këtë vit të ri akademik? Për hirtës së vërtetës, po, dhe jam shumë e lumtur që kam patur ata që e besojnë këtë gjë, nuk ka patur sasi. Kjo do jetë me kalimin e kohës, sepse është një program i ri i cili do të... Po ka disa studente që ju e keni parë kur keni bërë që bëjmë së bashku dhe që keni bërë podcastet, se sa studente dhe në ditë shtune kanë ardhur, se masteri bëhet mbas dite, dhe për efekt të tyre dhe ditave të shtuna, se ne jemi universitet që punojmë e të shtunën dhe të dielën, në kuadër të nevojës që ka komuniteti, janë, nuk di të them, një gjë kam besuar dhe tani po e provoj, që çdo ditë që hikin thonë qofshi të beshkuar që po na hapni një dritare që nuk e kishim menduar kur. Shumë e bukur kjo. Profesoresh Nora, do doja pak të ndalemi në vijat të përgjithshme në kurrikulën mësimore që ka ky program studimor. Cilat janë ato lëndë që do ta ndihmojnë në përgatitjen e trupës mësimore, sepse dihet shumë mirë që mësuesi ka një rol shumë të rëndësishëm në formimin akademik, në hedhjen e rrënjëve tek fëmia, por normalisht duhet edhe një empati dhe një aspekt psikologjik shumë i rëndësishëm që të kuptoj se ky lloj trajtimi duhet jetë pak më i veçantë dhe pak më i specializuar. Sa të përgatitur janë trupa mësimore dhe çfarë lëndësh kryesisht mbart kurrikula që mund t'ia ndihmojë dhe mund t'i hapi këtë dritaren e vogël këtyre mësuesve të rinj që të jenë të përgatitur? Ky program jep 3 lëndë. Lënda e parë është arsimi gjithëpërfshirës. Nëse ti do bësh mësuesin, duhet njohësh 3 gjëra. E para, bazën ligjore. Se duhet të dish deri ku shkon e drejta jote dhe si duhet i ndihmosh këtë kategori fëmijësh në këtë arsim gjithëpërfshirës. Është në fakt një lëndë specifike që nuk ka ende botime dhe unë po mundohem për te leksioneve dhe për te kërkimeve që kam bërë të bëj dhe një botim që t'ja lë universitetit si pjesë burimore dhe pastaj pjesën tjetër e kemi me literaturë të huaj, por të përshtatur në bazë të dijeve apo gjuhëve që kanë studentët. E dyta, të krijon mundësinë e metodologjisë, që është mënyra se si ti do t'i qasesh në mësimdhënie. Lënda e tretë lidhet me psikologjinë e edukimit, që duhet njohësh psikologjinë e fëmijës, psikologjinë e prindit, psikologjinë e të gjithë
spektrave apo sëmundjeve të shfaqura, ku futet pak edhe fusha e mjekësisë, se ne kemi një fat këtu, që alternoj me 3 departamente, me departamentin e mjekësisë, me departamentin e psikologjisë dhe të mësuesisë. Dhe kemi futur shumë element psikologjik dhe praktika konkrete për të kuptuar dhe për të treguar që duam të bëjmë një sistem shumë bashkohor dhe me pika të forta. Pra, nuk duhet të jetë thjesht i mësuesi se po marr një diplomë. Jo. Të gjithë ata që na kanë ardhur janë në profesion. Po ata do na sjellin, po na sjellin të gjithë rastet dhe ne duam të bëjmë qoftë ndërhyrje, mbas çdo studimi bëjmë një studim tregu dhe bëjmë një studim deri ku i kemi patur rezultatet dhe çfarë marrim nga studentët feedbackun e tyre. Pra, cilat gjëra shkojnë dhe cilat gjërat nuk shkojnë, cilat kanë qenë vështirësitë, se nuk janë fëmijët vetëm me aftësi ndryshe, po kemi edhe fëmijë normal që nuk i kanë të fshehura momente të ndryshme që mësuesit nuk i pranojnë, sepse janë të vështira, për shumë disleksia apo forma të tjera psikopatologjike, të cilat shpesh themi, ore, po si nuk e le të s'di ta lexoj ty fëmijë kërkesën. Duhet kuptosh që ai ka një vështirësi në të konceptuarin e kërkesës, që ai nuk e koncepton dot në mënyrë abstrakte, duhet t'ja bësh në mënyrë konkrete. Atëherë programin e mësimit ti nuk mund ta bësh për gjithë nxënësit njësoj. Ti o ta bësh njësoj, po për disa të dedikuar që do t'i çosh, dhe këtu fillon ajo, objekti nxënësi në qendër, për t'i aftësuar kompetencën e tij. Dhe që t'i aftësosh kompetencën e tij duhet bësh punën në grup, dhe që të bësh punën në grup duhet t'i bësh gjithë përfshirës. Për shembull, nga shkolla ku unë erdha më pëlqeu pafund, ata kishin disa fëmijë me aftësi ndryshe, dhe çfarë ndodhte me ta? Për te mësuesit ndihmës, dhe më pëlqeu shumë ideja që unë dua ta fus edhe ke kurrikula, nxënësit më të mirë në çdo orë e asistonin këtë fëmijë. Që do të thonë, ai që kishte aftësi në matematik, kur mësuesja shpjegonte për të gjithë, ky asistonte dhe ja bënte më të lehtë sipas gjuhës së tij. Sepse është gjuha e përshtatur edhe në të njëjtin brez moshe që janë. Bravo, sepse një nga problemet më të mëdha që ka sot arsimi është e para, komunikimi. Ne duhet të mësojmë qasjen e mësuesve për komunikim, mësuesit tanë ende janë në fazën që i duan gjërat si tullsa për mëndsh, dhe prandaj jemi në këtë gjendje me dhimbje, them, nxjerrim analfabet funksional dhe na krijohet situata e pizës. Nuk bëjmë think tankun, që do të thotë të menduarin kritik. Nuk bëjmë lojën, që është një nga modelet më të mira që neve kemi në program, modeli Montessorit, i cili e fut fëmijën jo vetëm si objekt, po dhe si subjekt, që të mendoj. Po nëse ti bën grupin dhe lojën dhe ti notën, nuk e përdor për ndëshkim, as për rezultat, po e përdor si motivim, unë ta garantoj që nuk kanë nxënës të paaft. Nuk kanë nxënës me aftësi ndryshe, kanë nxënës me të gjithë aftësitë, po ka mësues të paaft që i kthejnë nxënësit në të paaft. Se një shkencëtar i madh thot, brenda njeriut fle gjeniu. Thjesht zbuloje gjeniu. Dhe thjesht zbuloje. Dhe mësuesit tan janë, po themi në përgjithësi, në mazhorancë, nuk e kanë këtë aftësinë të zbuluarit të gjeniut të fëmijës. Sepse duhet një bërë një program i dedikuar vetëm për këtë kategori, për të. Jo, për kategorinë e mësuesve, për të ngritur mësuesit shpirtërisht, për të motivuar ata, se nëse do shohësh jetën e një mësuesi, për të bërë një kaleidoskop të shpejt, mësuesi është rritur në X vend, ka ardhur nga një familje me 1000 probleme, ka marrë traumën dhe stresin e prindit, sepse t'ja drejtoj atyre që do na ndjekin, të dashur ndjekës, stresi është i trashëgohet në ADN. Kam lexuar një profesor të madh në një nga podcastet e fundit që thoshte, jam njeri me fat dhe dini pse jam me fat. Se stërgjyshi im ja trashëgoi stresin babait tim. Gjyshi tim. Gjyshi im ja trashëgoi stresin babait tim. Babai im
trashëgoj stresin mua dhe di cili është stresi, janë frikrat që ne kemi për fëmijët tanë. Unë çuditërisht tani kur përballem me fëmijët e mi, nuk ja kam trashëguar stresin fëmijës tim dhe jam i lumtur që këtu është mbyllur zinxhiri i stresit që ne trashëgojmë në kodin gjenetik. Dhe çdo të thotë kjo, do të thotë atë që thash në kryet herës, nëse ne vendosim që ta konceptojmë fëmijën pa stres, si o ta ris, si o ta bëj, si o ta mas, si o ta përkthej, si o ta edukoj, si o ta përçoj në jetën e tij, atëherë ne kemi fituar një kod gjenetik ku stresi nuk ekziston. Tani këta mësuesit që mbartin stres, ja u transmetojnë stresin fëmijëve dhe di çdo thotë kjo? Do të thotë që një mësues që nuk e njeh lëndën ka frikë. Dhe si e vendos rregullin? Fëmijët të ndjejnë, është si puna e kafshës, janë instiktiv. Ai vendos o nëpërmjet notës, o nëpërmjet provimit të vështirë, ose për t'i çuar nxënësit më poshtë, që pastaj kur ti ngrë, nxënësit ja dinë që është merita mësuesit. Të tregoj një episod shumë të shkurtër nga fëmijëria ime se më ke ngacmuar në rrënjët e të kaluarës time. Unë kam qenë një nxënëse shumë sistematike. Më pëlqente të lexoja dhe të lexoja jo në mënyrë mekanike, fal Zotit, këtë ma ka mësuar gjithmonë prindi im, ime më kryesisht që ka punuar me mua, se si neve të mësojmë në mënyrë, le të themi, të koncentruar, të përmbledhur duke përzgjedhur një mesazh dhe duke e ruajtur në sërtarit e kujtesës tënde si individ. Dhe gjithmonë këtë kam bërë, por kam pasur një mësuese të gjuhë letërsisë, ka qenë shumë e përgatitur zyrtare, po shumë e përgatitur, po vinte nga një sistem diktatorial, i cila ku futej në klasë për të vendosur qetësinë, teknika e saj ishte vetëm një fjalë: do mbani heshtje sepse do marr thuprën. Dhe thupra ka qenë për mua një, një mjet frike, sa unë nuk shkoja dot në shkollë, sepse vija nga një realitet shumë i qetë në familjen time, nga një mjedis shumë i qetë, dhe kur shkoja një mjedis shkollor, në lëndën e saj dhe në orën e saj, sa futej ajo kujtoja thuprën, dhe mua më krijua psikologjikisht një lloj mendimi që unë nuk duhet të shkoja në orën e saj, pikërisht për këtë arsye. Dhe kjo është një nga mekanizmat më të dhimbshëm kur mësuesit përdorin autoritetin e tyre për t'u treguar nxënësve që janë të mëdhenj. E di çfarë ushtrimi ju bëra tyre nxënësve kur shkova ke shkolla? Ishim në bibliotekë dhe ju them tani përpara se të fillojmë bisedën, unë dua që të hipni të gjithë mbi tavolina. Ata hipën dhe hilariteti ishte shumë i madh se ishte thyerja e rregullave. Dhe i thash si ju dukem? Sa e vogël. Tani thash do zbrisni të gjithë dhe do uleni poshtë, i thash. Do uleni në gjunjë. Po tani si ju dukem? Sa e madhe. Kështu të dashur, mësues, ju shohin nxënësit juve. Është kollaj të jesh i madh, po shumë vështirë të jesh i vogël, sepse secili nga ne ka fëmijën brenda vetes, dhe un kam lexuar një thënie që më ka ndryshuar qasjen e jetës. Ju drejtua dikush që po rrëfente veten dhe tha: njerëz të nderuar, nuk duhet të falenderoni për atë çfarë ju jeni, as nënën, as babain, as miqt, as shokët, po duhet falenderoni vetëm dy. Veten tënde kur keni qenë 8 vjeçar dhe veten tënde kur keni qenë 80 vjeçar. Se në veten tënde kur ti ke qenë 8 vjeçar, ti ke pasur ëndra. Dhe ato ëndra të kanë bërë ashtu siç ti u bëre. Në veten tënde kur ti je 80 vjeçar, ti ke realizuar prioritetet e tua. Dhe atëherë ti duhet të jesh shumë i lumtur që ti nuk e vrar fëmijën brenda vetes. Tani mësues, ky është misioni për ju. Dhe ky është atë që unë dua t'ja u jap. Shikojini fëmijët me sytë e fëmijëve. Bëjni shkencëtar pa ju treguar forcën, se shkenca nuk bëhet me forcë. Shkenca bëhet me dashuri. Trajtojeni si të barabartë, po mos harroni që aty brenda keni gjenjë. Dhe nëse ju do ngacmoni gjeniun, do jeni jo në jetën që bëni, po dhe në jetët që nuk do bëni, që do jenë jetën në botën e përterme,
të falenderuar sepse keni realizuar gjën më të rëndësishme, që është misioni njeriut. Profesoresh Nora, si mund ta ngacmoj gjeniu një mësues ndihmës në rastin konkret, në qoftë se ky fëmijë ka probleme me dëgjimin dhe në të folurën dhe vetë mësuesi nuk është njohës i gjuhës së shenjave. Unë në bashkëpunimet që kam patur deri më sot kam konstatuar që një problematik e madhe që dua ta them me zë të lartë se ka ardhur momenti është mospasja e interpretuesve të licencuar të gjuhës së shenjave. Janë shumë të pakët, profesoresh Nora. Kemi më shumë avokatë të licencuar, mjek të licencuar, psikolog të licencuar, por kemi shumë pak përkthyes të gjuhës së shenjave. Kjo është kërkesë tjetër që ne t'i bëjmë dhe duhet si universitet ta mendojmë këtë gjë, Ministrisë së Shëndetësisë, që të ndërtojmë një ligj i cili duhet të dedikojë dhe të detyrojë që tashmë që gjuha e shenjave është futur detyruese edhe në shkollë, të jetë gjuhë detyruese dhe interpretuese për ata që nuk dëgjojnë, por që mund të artikulojnë me gjuhën e shenjave, për një mësues të dedikuar, por edhe për interpret në të gjitha nivelet e administratës publike. Është detyrim ligjor që duhet bërë. Dhe duhet të ngacmojmë të gjithë mekanizmat për të realizuar këtë gjë e para. E dyta, duhet ndërtuar kurse të dedikuara për këto kategori, sepse është shumë bukur se gjuha e shenjave është një gjuhë, siç është semafori, siç është shkopi, siç janë të gjitha të tjerat, kjo quhet gjuha e shenjave. Njeriu, fëmijët e mësojnë në histori para se të artikulonte, mësoj gjuhën e shenjave apo jo. Dhe nuk është e pamundur për qenën njerëzore. Puna është të gjejmë mekanizma, dhe këto janë detyra institucionale të institucioneve që bëjnë politikbërje dhe prodhojnë mekanizma për të ndihmuar mekanizma dhe për të ndihmuar laborator. Dhe gjëja që unë mendoj që në një të ardhme do bëhet në këtë universitet është që kur ky master të përsoset, të krijoj dhe laborator për këto kategori, të cilat do t'i ndihmojnë njerëzisht shumë mirë të gjithë mësuesit, jo vetëm mësuesin ndihmës, që ta kuptojnë se si duhet ta çojnë dhe ta përçojnë informacionin ke këto kategori dhe mundësisht të bëjnë kurse edhe për prindërit që dhe prindërit të ndihmojnë fëmijët e tyre në mënyrë të dedikuar me paketa të dedikuara duke u nisur edhe nga standardi dhe cilësia apo nevojat ekonomike që ata kanë. Profesoresh Nora, deri më tani ne folëm se si mund të bëjmë kurs prindërimit që të dinë të prindërojnë si më mirë, folëm deri tani për mësuesit me pjesën e arsimit special dhe me programin e ri studimor që ju keni dhënë një kontribut tek Universiteti Mesdhetar, por unë dua të flasim pak parsimin të mirë ne nuk mund të kemi punësim të persona me karike me rrota. Si mund të arrijmë të ndërgjegjësojmë dhe të mësojmë kush do t'i mësoj punëdhënësit shqiptarë që të krijojnë profile punësimi për persona me karike me rrota apo të kategorive të tjera? Unë do ta quaja shkurt, se këtu dua të jem jo empatike, po kështu radikale. 3 kategori. E para, të gjithë institucionet që merren me zbatimin e ligjit, për të parë si është zbatuar ligji, të jetë zbatim detyrues, jo i vënë me gjoba, po me detyrim deri edhe në mbyllje të aktivitetit nëse nuk zbatohet ky ligj. E para. Gjë që realiteti tregon që nuk është zbatuar deri në sot. Nuk është vlerë fare. E dyta, inspektoriati i punës e ka detyrë për ta lexuar në çdo institucion dhe për ta parë këtë gjë si mekanizëm për standardin dhe për atë që quhet përthithja e punësimit të kësaj kategorie. E treta, bashkitë që janë institucionet që bëjnë zbatimin e politikave, duhet të ndërtojnë mekanizmat të tilla që përtej socializimit, ai aktiviteti jashtëzakonshëm që keni bërë ju Engji me garën e bukur kampionatit të shahut. Faleminderit, i munduar të bëjmë më të mirë. Të kthehet në model buxheti për gjitha bashkitë, për gjithë këto kategoritë, që ata të socializohen dhe të mendohen në cilat nga pikat e shërbimeve për qytetarët atyre mund t'ju ofrohet, dhe e katërta të gjithë dhomat e tregtive. Dhe unë këtu ja kërkoj zotit Nikolin Jaka, që është shumë open mind, që ju kërkojnë bizneseve nevojën për të ndërtuar një database që kjo kategori të jetë prezente. Atëherë ne mund të themi që po, kemi filluar evolucionin dhe realizimin e ligjit
në bazë të nevojave që ka shoqëria jonë. Të falenderoj shumë që bëri gjithë këtë renditje logjike, sepse është ideja që duhet vazhdojmë ta flasim dhe unë në çdo dalje publike jam zotuar vetes time duke qenë se është profili im në pjesën e rekrutimit dhe të burimeve njerëzore, duhet patjetër që ne ta cilësojmë çdo herë të krijojmë një sekuencë të vogël kohore dhe t'ia dedikojmë këtë kohë sepse realisht është një problematikë shumë e madhe në përditshmërinë e tyre. Ata duan të punojnë. Janë të izoluar nga jeta sociale, duan një hapësirë të jenë kontributor në një farë mënyre, po dhe të fitojnë pak para. Profesor Shtëndra, po të kishte një fuqi kështu madhore, një super fuqi. Kisha kështu një shkop magjik. Një shkop magjik. Do zgjidhje për këtë kategori të persona me arsit kufizuar, kryesisht karike me rrota po themi. Do zgjidhni të rregulloni trotuaret, të zhduknit shkallët që të ketë akses kudo, apo do të ndihmoni tek rritja e pagës në ndihmës ekonomike? Është bërë një indeksim shumë qesharak, që t'jemi të sinqert. E para një herë, ti nuk e di, po ne kemi nisur një nism në këtu në Universitetin Mesdhetar, që të gjitha shishet do të po, patjetër. Shishet. Nuk po bëj reklamën e shishes, po ta bëj s'ka gjë. Ne ja u heqim tapën dhe marrim tapën dhe i mbledhim këtu, sepse ja kemi çuar një fondacioni që e drejton Osmani, gazetari që merret me parandalimin dhe luftën kundra kancereve të gjitha formave, për të prodhuar, sepse kjo është një përbërës shumë interesant, për të prodhuar karike me rrota për të gjithë ata që ka nevojë. Dhe nëse kjo nisëm do bëhet në të gjithë Shqipërinë, dhe unë i ftoj institucionet, sidomos të edukimit, dhe të ndërtojnë koshat bashkit përpara institucioneve, dhe fëmijët kur konsumojnë shishet plastike, këto t'i mbledhin në një vend, ne do prodhojmë aq shumë karike, sa ju nuk imagjinoni se sa t'jetë njerëz neve do shpëtojmë. Le të nisim ne të parët në sensibilizimin e kësaj gjëje. Unë falenderoj universitetin që e ka marrë përsipër të sensibilizoj këtë, jo vetëm universitetin, po të gjitha këto baret që kemi këtu rreth e qark, nga që kanë dëgjuar, të gjithë po bëhen dhe po na mbështesin, dhe unë besoj që kjo ka gjithmonë një herë të parë. Po nëse bëhemi të gjithë bashk, nuk ka gjë që ne nuk e ndryshojmë. Nëse unë do kisha fuqinë magjike, do bëja dy gjëra. E para, do të krijoja ndërtesat që prodhohen, pra ndërtimet që bëhen, nuk do t'i lejoja që të merrni licencën, ata që do ndërtonin, nëse në katin e parë nuk do t'i bënin taksative të detyrueshme të gjitha shërbimet për kategorinë e njerëzve me aftësi ndryshe dhe për kategorinë e të moshuarve, që lidhet me lavanteri, që lidhet me rampin, që lidhet me ashensorin, që lidhet dhe me shërbimet e bazike që është ushqimi. Dhe të ishin detyruese sepse i marrin të ardhurat nga taksat tona. E dyta, do t'ju jepja një vlerësim monetar në bazë të asaj çfarë bëjnë, jo në bazë të asaj çfarë janë, duke nxitur edukimin. Se nëse ata do arrin të formohen dhe të marrin një aftësi në mënyrën e menaxhimit të jetës tyre dhe do marrin një pagë e cila do jetë shumë më motivuese, kjo është qesharake të japësh njeriu një pagë, thjesht se duhet të jetoj për lëmosh. Thjesht për të qenë i mbijetuar. Do me thënë nuk kjo quhet si pagë lufte. Për mbijetesë. Pagat lufte të kohës pandemisë. Po, pagat e luftës së pandemisë. Ne nuk mund ta trajtojmë njeriu si pagë lufte pandemie, se ai ka një qasje ndryshe nga ne dhe nuk është i ndryshëm nga ne, po nuk është i kufizuar. Është ndryshe nga ne. Dhe ndryshe nga ne, në qenia njerëzore që jemi normale, këta ndryshe sa janë këta? Duhet ju krijojmë kushtet që ata të ndjehen të barabartë dhe treta, unë të propozoja që për këtë kategori të ketë një kuotë të dedikuar në pjesëmarrjen e tyre në parlament. Nga kjo kategori. E kam planifikuar në skaletën time të pyetjeve dhe më ke ngacmuar aty ku doja të mbërrinim në këtë pikë të diskutimit sepse jemi drejt fundit tashmë. Në kuotat gjinore u plotësuan në radhët e deputetëve në parlament dhe në kabinetet qeveritare ka pjesëmarrje më shumë të vajzave dhe të grave. Dhe kjo është një fakt patjetër për t'u vlerësuar, por nuk mund të ketë një kuotë për persona me aftësi të kufizuar, asnjëherë nuk kemi patur përfaqësim të tyre në parlament. Atëherë, kuota gjinore është një kuotë shumë e bukur që mund të ngacmoj edhe
njerëzit me aftësi të kufizuar, sidomos gratë. Se kemi kategoritë e grave që mund të përdoret, po që partitë se kanë përdorur, sepse ajo kategori ka prioritetet të tjera. Pyetja ime është, Engji, po të bëj një kontrapyetje. Cilat nga partitë politike ti ke parë një politik të dedikuar për këtë kategori njerëzish? Zero. Atëherë, impakti është zero, vëmendja është zero. Dhe neve ju japim pagën qesharake të pagës së luftës. Dhe për këtë arsye, një sensibilizim duhet bërë në Parlamentin shqiptar dhe duhet thënë. Ashtu si promovohet zonja Kospiri në momentin kur ishte në 2013 ishte zëvendësministri. Ashtu siç u promovua zëvendësministri aktuale Ina për komunitetin rom dhe Ina Majko, që e përshëndesim. Ina Majko, që e përshëndesim dhe që është një vajzë që ka luftuar shumë fort dhe unë e kam shumë gjanë, sepse kemi qenë bashkë kur kemi bërë ndryshime të forta për këtë komunitet dhe për këtë e quaj veten shumë krenare, që në kohën në qeveri ku unë kam luftuar shumë fort për këto dhe sot i shoh rezultatet e tyre, ja i shoh Inën aty, apo shumë të tjerë. Ashtu ka ardhur momenti që ne shoqëria civile, universitetet dhe gjithë problematikat që ne radhisim, t'ja çojmë Parlamentit shqiptar dhe t'i themi zotit Niko Peleshi, që është një njerëz që ka shumë ndjeshmëri, që të bëjmë një seancë të dedikuar për problemet që dalin dhe t'i ftojmë që të fusin universitetet e mësuesisë që merren me këtë kategori për mësuesit dhe për prindrit, që t'i ndihmojnë se çfarë nevojash kanë prindrit real, që ata të sjellin fëmijët e tyre, sepse problemin ata e kanë që nga transporti, që se sjellin dot në shkollë. Problemin e kanë ke mësuesi ndihmës, problemin e kanë ke mësuesi pas ndihmës, sepse fëmia do trajtohet e gjitha, dhe problemin e kanë ke ushqimi në shkollë që u promovua shumë për kategoritë e fëmijëve që janë në arsimin detyrues, se shkollë falas do të thotë që shteti ka detyrime kushtetuese. Deri në 9 vjeçare quhet shkolla falas, që shteti duhet marrë librat, ushqimin dhe çdo gjë tjetër, transportin për t'ia dhënë fëmijëve. Imagjinoni kjo kategori se sa nevoja ka? Dhe nëse ne do bëjmë një analizë me lapse letër dhe t'ja vëmë Parlamentit realisht, atëherë le t'i provojmë që realisht meritojnë, t'i dëgjojmë, apo t'ju themi na vjen keq, po nuk duam retorika, po duam zbatim politikash. Mua më vjen shumë keq në këto legjislaturat e fundit, por edhe të mëparshme, po sidomos të fundit nuk gjejnë asnjë diskutim të asnjë përfaqësuesi në atë parlament që të flasi për aftësinë e kufizuar. Do kisha shumë dëshirë t'ju shikoja një të rikthyer nga ana juaj. Kjo është mision i mbyllur. Është mision i mbyllur. Jo. Unë do bëj këtë që mund të bëj. Për kaq sa kam fuqi dhe mundësi, unë mendoj që dhe kaq ne bëjmë shumë. Se nuk do të thotë që ti jesh patjetër në politikë, unë nuk mund ta vazhdoj dot në politikën për arsye të shëndetit tim. E kuptoj. Dhe po ndërkohë bëj politikë më të fortë ndoshta duke qenë këtu, sepse edhe më të vërtet mbase. Po, sepse tani njerëzit i shoh që kanë më shumë besim dhe kam edhe një mirë kuptim nga kolegët e politikës, nga të gjithë krahët, që më dëgjojnë me vëmendje dhe të paktën deri tani sugjerimet që kam dhënë, si nga e Majta dhe nga e Djata, i kanë marrë si modele për të realizuar zhvillimin e vendit, se në fund të ditës, secili nga ne ka një detyrë madhore të jetë patriot. Dhe ti jesh patriot nuk do të thotë vetëm të tundësh flamurin për festa apo në ndeshje ndërkombëtare dhe kombëtare, që ajo është vlerë, po të bësh çdo ditë një gjë të bukur për të ndryshuar jetën e qytetarëve të tu në mënyrë që kur të mos jesh në këtë botë, pasardhësve të tu t'ju lësh një mesazh të mirë, po dhe një realitet të ndryshuar. Shumë faleminderit, sinqerisht për mua ka qenë një nga episodet më mbreslënse dhe emocionuese. Unë emocionohem gjithmonë kur dëgjoj histori të bukura të njerëzve, por kur dëgjoj njerëz që bëjnë këtë politikën e mirë, siç më the pak më përpara, sepse ti je më afër komunitetit. Dhe ajo çfarë ndodh sot është të gjithë këta që janë pjesë e një pushteti politik e ndjejnë veten të distancuar nga realitetet e këtyre njerëzve. Dhe më mirë që je afër komunitetit, se ti të japësh më shumë dhe të kontribuosh më shumë. Unë të falenderoj shumë dhe falenderoj të çunat e mrekullueshëm që i kemi në backstage. I kemi shumë të mirë. Dhe dua të falenderoj se janë orë pa orë dhe faleminderit Universitetit Mesatar që misionin po e vazhdojmë duke i kthyer
podcaste cilësore, ose ndryshe siç themi ne lëndore, jo thjesht për klikim, por për dëgjim dhe këshillim. Absolutisht. Bëuni pjesë e podcasteve tona, na ndiqni sepse do keni një dritare të hapur për të zgjidhur problemet tuaja. Të falenderoj shumë. Miq, ne përfunduam episodin me profesoresh Nora Male dhe do të jemi së bashku në takimin ton të radhës. Faleminderit.